Përshëndetje të dashur miq të studios e jeni, unë jam Zamir. Më 9 prill 1945, pikërisht 80 vjet më parë, si një fushë betejë e rëndësishme e luftës antifashiste botërore, lufta e Kinës kundër agresionit japonez hyri në fazën e sulmit strategjik, duke arritur në fund një fitore të gjithanshme. Populli kinez dha një kontribut shumë të madh në fitoren e gjithanshme të luftës antifashiste botërore. Për të përkujtuar këtë fitore në madhe, Kina ka vendosur një ditë të veçantë, pra ditën e fitores së luftës së popullit kinez kundër agresionit japonez. Përse është vendosur data 3 shtator dhe jo 15 gushti si dita fitores? Sepse 15 gushti është dita e shpalljes armëbushimit nga Japonia, por nuk u nënshkrua një dokument zyrtar mbi kapitulimin. Krahas kësaj, sipas praktikës ndërkombëtare, dita e fitores saktohet një ditë pas nënshkrimit të dokumentit të kapitulimit nga vendi humbës. Për shembull, më 7 maj Gjermania shpalli dhe nënshkroi kapitulimin, kështu 8 maj është bërë dita e fitores në Europë. Më 8 maj në Berlin, Gjermania shpalli dorëzimin zyrtar para Bashkimit Sovjetik dhe SBA-s. Rusia e ka caktuar 9 maj si dita fitores së luftës patriotike. Për këtë arsye, me që Japonia e nënshkroi marrëveshjen e kapitulimit më 2 shtator me Kinën, 3 shtatori është marrë si dita e fitores së luftës popullit kinez kundër agresionit japonez. Më 3 shtator të vitit 1945, qeveria e atëhershme e Kinës deklaroi 3 ditë kremdime për fitoren. Pas krijimit të Kinës së re, qeveria kineze e shpalli 3 shtatorin si ditën e fitores. Më shkurt 2014, legjislatura e 12 e Asamblesë Kombëtare Popullore të Kinës e miradoi 3 shtatorin si ditën e fitores kundër agresionit japonez. Çdo vit në Kinë zhvillohen veprimtari përkujtimore me këtë rast. Të dashur miq, në këtë luftë 14 vjeçare, populli kinez, duke bërë sakrifisa të mëdha, mbështeti fushë betejën kryesore lindore të luftës së dytë botërore, duke dhënë kontribut shumë të madh për fitoren e kësaj lufte. Vendosja kësaj dite përkujtimore ka si qëllim për të nderuar dëshmorët që dhanë jetën dhe për të vlerësuar të gjithë njerëzit që dhanë kontribut gjatë luftës, si edhe për të kujtuar kohra të vështira dhe bërpjekjet heroike të popullit kinez kundër agresionit të huaj. Popujt që kanë përjetuar luftën e kuptojnë më mirë vlerën e paqes. Sot, ne përkujtojmë 80 vjetorin e fitores së popullit kinez kundër agresionit japonez, si edhe të luftës antifashiste botërore. Synimi kryesor është që të mos harrojmë historinë e të çmojmë paqen. Një qëllim tjetër është që të paralajmërojmë popujt e botës të mos harrojnë katastrofat e rënda të shkaktuara nga fashizmi dhe të ruajmë bashk frytet e fitores së luftës së dytë botërore. Për të mbrojtur paqen, duhet të ndërgjegjësohemi për konceptin e komunitetit me fate të përbashkëta të njerëzimit. Paragjykimet, diskriminimi, urrejtja dhe luftrat do të shkaktojnë vetëm hidhërim dhe katastrofa. Paqja, zhvillimi e lullëzimi i përbashkët janë në rruga e drejtë për njerëzimin. Të dashur miq, pa kohë më parë, ministri i jashtëm i Kinës dhe zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Kinës kanë deklaruar në mënyrë të hapur që si vjet Kina do të përkujtojë në mënyrë solemne 80 vjetorin e ditës së fitores së kësaj lufte. Nëse keni qejf të dini më shumë aktivitete, mund na ndiqni më shumë emisione në studio e Jani.